Said ibn Zaid, njani për shokëve të Rasulit a.s. i përgëzum me gjenne prej Muhamedit a.s. sa u kanë gjallë, i ka thonë Muhamedi a.s. nuk ka mes teje dhe gjenetit dhe se vdekja jote, i përgëzum me gjenne. Kë ka pas një grue me shqensi, me tokën e tina. E kjo gruja është anku që ky Saidi ja ka marrë të tokë me zullëm, të më me padrejtësi. Edhe u shku anku të kadia i Medines në atë kohë. Edhe kadia ka thirrë këta. E ka thonë Saidit, i ka thonë, çështu po thot kjo gruaja që ti ja ke marrë të tokë me zullum, me padrejtësi. Ka thonë kë, ka thonë, one ja kom marrë pasi që e kom dëgju që ka thonë Rasulullah a.s. Masi që e kom një që ka thonë Rasulullah, po mënën që e kom marrë, i ka thonë kë, kadia, ka thonë, e qka ke dëgju për i Rasulit a.s. Ka thonë, e kom dëgju për i Rasulit a.s. që a i cili e merë një plam tokë me zullum, ka mi pas 7 toka në qafë ditën e gjykimit. I ka thonë kadia, nuk të bësë ma kërgja, përsa që së shtrani që ti a merë dikojna me zullum tokën. Mi po kjo muslimani, o ka njani për atyne që ju ka përgjigj doaja atina, edhe është lutë për atë gruën e cila i ka bo padrejtësi, duke u anku të kë, se kë i ka bo padrejtësi. Ka thonë Allahume, në qofë se kjo e ka ba me qëllim, edhe e din që ka ba, edhe ma ka ba vetëm për me mba zullum, Allahume qëraja sytë, dhe banja shpine sajna, borën e sajna. Ka zënë njani për atyne që e ka transmitu hadithin dhe të kom pa, të ecë, të majtë në për mura, s'ka pa. Edhe është ranë bonarin e sajna në borën e shpisë vetë, o ranë bonarë. E ju ka ba në atë kuptimin shpia sajna, vorë sajna, edhe është qërru prej do astina, përshka se i ka bo padresi, ja ka qitë që shtojnë popo, zanë në zi tuk i thanë, që këm ka bo padresi. Allahu azugjel në rujtë në bo për atyne që asë një centimetr, milimetr nuk e marëm, pa ka në jona. E lusëm Allahun azugjel në bo për muslimanët mirë.